Një video e publikuar së fundmi në rrjetet sociale nga ish konkurrenti i spektaklit Ferma Vip Akili ka shkaktuar reagime të shumta dhe debate të forta mes ndjekësve të programit. Pamjet e shpërndara tregojnë vazhdimin e konfliktit verbal pranë pishinës mes balerinit të njohur Ilir Shaqiri dhe shkrimtares Mimoza Ahmeti, një përplasje që duket se ka kaluar kufit e komunikimit normal dhe etikës së spektaklit. Në videon që po qarkullon me shpejtësi në internet, dëgjohet Iliri duke ju drejtuar Mozës me tone të ashpra dhe kërcënuese, duke përdorur një gjuhë fyese që kanë ngjallur reagime të forta në publik. Deklaratat e tij janë konsideruar nga shumë ndjekës si një shkelje serioze rregullore së formatit, sidomos për sa i përket respektit ndaj banorëve të tjerë dhe sjelljes së papranueshme në ekran. Pas publikimit të videos, rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe kritika, ku shumë përdorues kanë kërkuar masa ndëshkuese ndaj Ilir Shaqirit, madje edhe përjashtimin e tij nga gara. Tashmë mbetet për të parë se cili do të jetë reagimi i produksionit dhe nëse gjatë spektaklit live do të merret një vendim zyrtar apo situata do të mbyllet vetëm me një paralajmërim publik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.